Hatixhia, modeli I gruas muslimane. Bashkëshortja e profetit, shoqja e jetës dhe e ditëve më të vështira, ishte një grua e bukur dhe me moral të lartë, e cila rritte nga një familje respektuar, me tradita dhe njohuri fetare. Ajo njihej për karakterin e saj të fortë, ndershmërinë dhe drejtësinë, virtyte këto, të cilat e bën të respektuar në Mekën e asaj kohe. Duke qenë një nga personazhet më dinamike dhe vitale të historisë islame, jeta e pashembullt e Hatixhes ka qenë një burim frymëzimi dhe inkurajimi, duke luajtur një rol model për të gjithë ata që aspirojnë një shërbim aktiv, me jetën dhe pasurinë e tyre në rrugën e Allahut dhe të profetit alayhis salam. Jeta e saj përbën një shembull me ato që arriti si grua, megjithse jetoi në një kohë kur të qenët grua ishte një disavantazh dhe mangësi. Hatixhia është një ndër 4 gratë më të mira në historinë e njerëzimit, krahas Mejremes, nënës së Isait alayhis salam, Asijes, gruas së faraonit, dhe Fatimes, vajzës së profetit, fakt ky, të cilin e ka pranuar vetë profeti ynë. Në Mekë, ku besimi, sakrifica dhe trimëria ishin aq të nevojshme, Allahu I dha profetit Hatixhen. Ajo ishte aso kohë ndoshta gruaja më e guximshme e Mekës, e cila I siguroi mbështetje të palëkundur të dërguarit Allahut gjatë ditëve më të vështira, kur problemet ishin në kulmin e tyre dhe pasonin njëri tjetrin. Hatixha ishte muslimania e parë që besoi në të dërguarin e Zotit kur ai kishte më shumë nevojë për të, dhe kjo nënkuptonte se ajo zinte një vend të veçantë tek profeti ynë. Hatixha ishte e dashura e rinisë së tij, këshilltarja dhe partnerja e tij besnike, për gjatë 15 viteve që ata kaluan së bashku përpara shpalljes apo edhe në mjedisin kaotik të shpalljeve të para, si një grua e fortë dhe e palëkundur. Kur ai filloi të thërriste njerëzit në Islam, ajo u bë përkrahasja e tij më e madhe, si materialisht ashtu edhe shpirtërisht. Kur sulmet e idhujtarëve bëheshin të padurueshme, ai gjente prehjen pranë saj, dhe kur ata e kërcënuan me jetë, ai gjeti tek ajo siguri. Si në fjalën, ashtu dhe në heshtjen e saj fshihej dituria. Në ngazëllimin e saj mund të dalloje kurajo dhe forcë. Si bashkëshorte e robit më të dashur të Allahut, ajo do të merrte titullin nëna e besimtarëve, një titull I dhënë nga Zoti plotfuqishëm. Mbështetjen te profeti ton duket qartë edhe në fjalët e saj. Mos u frikso, Allahu pa dyshim do të mbrojë. Ti je I tillë që ruan lidhjet farefisnore, ndihmon të doptit dhe ushqen të varfrit. Ti je gjithmonë mikpritës me mysafirin. Ti vazhdimisht kërkon të vërtetën, duke ju përkushtuar rrugës së drejtë. Si dhe, me siguri që Allahu nuk do të braktis ty dhe nuk do të lejoj që asgjë e keqe të ndodhë, sepse në çdo fjalë ti thua të vërtetën, je I besueshëm me gjithçka që të besohet ty, dhe ti je që kujdesesh për ata që kenë mbikëqyrje. Fjalë këto, të cilat do t'i jepnin një kuraj të madhe profetit të dëmshurisë. Shpenzimi I pasurisë në rrugën e Allahut. Hatixha ishte e pasur, por pasuria nuk mund të sigurojë paqe, as nuk mund të përmbush nevojat shpirtërore të njeriut. Ajo merr vlerë kur fitohet dhe shpenzohet për një qëllim të denjë dhe, për më tepër, në këtë mënyrë, kthehet në një thesar të përjetshëm që ndriçon botën e përtejme. Për këtë, Hatixha donte që jeta dhe pasuria e saj të bëheshin të përjetshme, duke I përdorur ato në shërbim të profetit dhe kauzës së tij. Ajo lamënjan të gjitha dëshirat personale dhe punoi ditë e natë për ta ndihmuar profetin në përhapjen e mesazhit islam, dhe do të trokiste shumë herë derë më derë, duke shpresuar se të paktën një zemër më shumë do të shijonte besimin. Ajo u zgjati dorën atyre që kishin nevojë dhe sakrifikoi të gjithë pasurinë e saj në rrugën e Allahut, në mënyrë që zemrat të tjera të mbusheshin me bukurinë e besimit. Vetëm disa vite pasi kishte ardhur shpallja në shpellën Hira, Hatixha nuk kishte më asgjë nga pasuria e saj dhe ishte në gjendje nevoje. Nëse do të kishte dashur, do të kishte pasur një jetë e rehatshme në vend të vuajtjes së agonisë. Ajo kishte një karakter dhe besim aq të fortë, saqë nuk do ta linte në baltë atë të cilin e kishte besuar si profet që ditën e parë të profecisë. Ashtu siç kishte kaluar ditë të bukura me të, ashtu do të kalonte edhe të hidhurat. Kështu që ajo zgjodhi urinë dhe etjen mbi shtratin e ngrohtë të shtëpisë në Mekë, në kohën kur profeti do të kishte më shumë se kurrë nevojë për të. Shtrati I saj I vdekjes nuk ishte tjetër veçse një dyshek I improvisuar në një tend. Shenjat e ndarjes kishin mbritur. Tashmë ishte koha të shkonte në botën e përtejme, në krahët e këtij burri, për të cilin kishte sakrifikuar gjithë pasurinë dhe jetën e saj. Një jetë që filloi në natën e Kadrit, gjithashtu u mbyll po në natën e Kadrit, në moshën 65 vjeçare. Ky ishte fundi I vuajtjeve me uri dhe dhimbje për Hatixhen. Ajo kishte qenë një nga gratë më të pasura të Mekës dhe po largohej në botën tjetër si një grua në mërgim dhe mes një bashkësie të uriturish. Do të largohej me trup,
por zemra dhe shpirti i saj ishin me profetin dhe jetimët që po lindte nën kujdesin e tij. Ajo kishte lindur shpejt, ishte prezantuar shpejt me të vërtetën dhe tani po ikte shpejt. I dërguari i Allahut nuk e harroi kurrë Hatixhen me të cilën ai kaloi ditët më të trazuara. Dashuria dhe besnikëria e tij për të vazhduan deri në vdekje. Në çdo rast që i jepej, profeti e kthente bisedën nga Hatixha, madje edhe gjatë momenteve kritike. Hatixha kishte lënë një përshtypje dhe paqe aq të madhe në zemrën e bashkëshortit të saj, saqë ai i vizitonte shpesh të afërmit dhe miqtë e saj të vjetër dhe përpiqej të mbante gjallë kujtimin e saj. Askush nuk mund të zinte vendin e kësaj gruaje të paarritshme, e cila përveç se ishte ndër të parat pionere të besimit, qëndroi patundshmërisht besnike deri në ditën që do të ndërronte jetë. E si mund të harrojë një besnikëri e tillë? Kur i vinte ndonjë dhuratë, profeti do t'ia dërgonte së pari të afërmve të Hatixhes. Ai i nderonte dhe tregonte shumë respekt për ta, duke ju dhënë madje edhe jastëkun në të cilin ulej. Kur dikush e pyeti për këtë sjellje, ai tha: "Unë i dua ata të cilët i ka dashur edhe ajo." Në vitet e mëvonshme, profeti shkonte shpesh të vizitonte varrin e gruas së tij të dashur dhe lutej për një kohë të gjatë mbi të. Hatixha u njoh nga umeti i profetit Muhammed alayhis salam për shkak të kurreshjes së Aishes, pasi ishte ajo e cila pyeste vazhdimisht për të. Pyetjes së saj se cila është arsyeja e vëmendjes së profetit për këtë grua, krenaria e njerëzimit do t'i përgjigjej: "A ka pasur ndonjë tjetër si ajo? Betohem në Allah se ai kur nuk më ka dhënë ndonjë më të mirë se ajo." Kur njerëzit ngulnin këmbë në mosbesim, ajo erdhi te unë dhe besoi. Kur njerëzit më akuzuan për gënjeshtar, ajo konfirmoi ato që unë thosha. Kur njerëzit mi morën pronat, ajo më solli gjithçka kishte dhe mi fali mua, dhe Allahu nuk më dha fëmijë me asnjërin përveç saj. E vite më vonë, Aisha, një tjetër shembull i besnikërisë, tregonte se i dërguari i Allahut e përmendte aq shpesh dhe fliste për të kaherë me dashuri dhe admirim. Megjithse nuk e kam takuar kurrë, nuk kam qenë asnjëherë aq xheloze për ndjenjat e profetit kundrejt një gruaje tjetër siç jam ndier për Hatixhen. Ai e përmend shpesh atë dhe e mban në konsiderat aq të lartë, saqë sa herë që thërn ndonjë bakti dhe e ndan, i dërgon të afërmve të Hatixhes pjesën e tyre, do thoshte Aisha. Kështu pra, Hatixha zinte një vend të veçantë në krahët të dërguarit Allahut. Zoti e bekoi atë me një lloj dashurie, të cilën asnjëra nuk mundi ta fitonte kurrë. Veprimet e tij ndaj bashkëshortes ishin një përmendore besnikërie. Të gjitha këto cilësi dhe virtyte që, për fat të keq, nuk i gjen as sot ndër njerëz, e jo më në kohën e ignorancës, e bën atë më të dashurën për profetin, njëkohësisht modelin dhe shembullin më të shkëlqyer të femrës si nën dhe si bashkëshorte, modelin e gruas së moralshme, të virtytshme, të guximshme dhe të zgjuar, model të cilin duhet ta ndjekim. Kjo ishte Hatixha dhe jeta e saj e pashembullt. Vendi i saj tek Allahu dhe profeti është më së i qartë, por këtë vend ajo e fitoi, nuk ju dhurua. Padyshim se askush nuk mund të arrijë fitore të tilla pa kaluar pengesat dhe sprovat që mund të sjellë jeta. Njerëzit fitojnë merita përmes sakrificave që bëjnë. Ata tregojnë gjërat e tyre të vërteta në përballje me fatkeqësinë, në kurajën dhe vendosmërinë për të vazhduar përpara pa u lëkundur. Çdo kohë e vështirë gjatë historisë ka prodhuar heronjtë e vet dhe Hatixha ishte një nga heronjtë e ditëve të para të Islamit, por edhe sot ajo është një heroinë për vetë modelin që la pas, duke arritur majat e virtytit dhe fisnikërisë në shpirt. Askush nuk mund krahasohej me të në bujari dhe bamirësi. Sa njerëz të pasur janë gati sot të japin çdo gjë të tyre në rrugën e Allahut, deri në pikën ku të vuajnë vetë për bukën e gojës. A ka qëndruar dikush ndonjëherë më lart se Hatixha? A ka parë bota të ngjashme me të? Historia tregon se përgjigja është jo. Zoti e zgjodhi atë si muslimanen e parë. E zgjodhi si bashkëshorten ideale të profetit të mbar njerëzimit. E zgjodhi si model të gruas në Islam.